Territori shqiptar për datën 6 maj 2025 do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme. Moti do të jetë kryesisht i kthjellët dhe me temperatura të larta për këtë periudhë. Vranësira kalimtare pritet në relievet malore gjatë orëve të pasdites. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 13 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 29 gradë Celsius në zonat e ulta perëndimore. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi verilindor me shpejtësi 4 deri në 8 metër për sekond. Në zonat bregdetare, era mund të arrijë deri në 11 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim të ulët nga 2 deri në 3 ballë. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijon: Shkodër 15 deri në 29 gradë Celsius, Kukës 14 deri në 27 gradë, Peshkopi 13 deri në 26 gradë Celsius, Tiranë 16 deri në 29 gradë, Durrës 17 deri në 28 gradë, Kavaj 16 deri në 27 gradë, Elbasan 15 deri në 28 gradë Celsius, Berat 15 deri në 29 gradë, Korç 13 deri në 26 gradë, Vlorë 17 deri në 27 gradë Celsius, Gjirokastër 16 deri në 28 gradë, Sarandë 17 deri në 27 gradë Celsius.